Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ja se çfarë i ndodh diabetit, zemrës dhe kolesterolit nëse hani vezë çdo ditë, zorrët janë nën sulm dhe kjo ndikon edhe në bukuri. Cila është masa e konsumit të vezës? Sa vezë lejohet të ham në ditë dhe çfarë ndodh në qoftë se ne ham tepër? Vezët janë një ushqim i preferuar i shumë njerëzve, veçanërisht për mëngjes, shumë të pasura me lëndë ushqyese të cilat ofrojnë proteina, energji të mjaftueshme për të nisur ditën. Së bashku me qumshtin, vezët përmbajnë vlerën më të lartë biologjike ose standardin e artë të proteinave, thot dietologja. Vezët janë vërtet një super ushqim, por a mund të ham shumë prej tyre dhe apo e dëmtojmë trupin ton? Një konsum i lartë i vezëve mundet që të çojë në rritjen e kolesterolit, madje atij të keq. Edhe pse Medical News Today thekson se nuk ka kufi për numrin e vezëve që një person mund të hajë, 3 deri në 5 vezë në ditë konsiderohen plotësisht të sigurta, këshillon dietologja Zelman. Organizata Botërore e Shëndetësisë sugjeron gjithsej 300 mg kolesterol në ditë dhe ndërsa një vezë e madhe përmban 185 mg. Gratë gjithashtu këshillohet që të hanë të paktën 2 vezë në ditë, ndërsa burrat rekomandohen 3 vezë, megjithëse në përgjithësi hanë shumë më tepër. Ja se si konsumi i tepërt i vezëve mundet që të ndikojë në trupin tuaj. Kapslloku. Vezët kanë shumë proteina, por jo fibra që ndihmojnë tretjen. Mungesa e fibrave gjithashtu çon në kapsllok, ndaj rekomandohet që ju të hani vezë me ushqime të pasura me fibra si spinaqi dhe domatet. Aknet dhe puçrat. Aknet shkaktohen nga nivelet e larta të hormonit progesteron, i cili është i pranishëm tek vezët. Pra, nëse vëreni papritur akne në lëkurën tuaj, mund të dëshironi të kontrolloni sa më shpesh konsumin e vezëve. Fryrja e barkut. Për disa njerëz vezët janë mëngjesi ideal, por jo për ata të cilët janë të ndjeshëm ndaj tyre. Ndjeshmëria e vezëve manifestohet me fryrje dhe gazra. Intoleranca e vezëve do të thotë që ju nuk mund të tretni siç duhet një element të caktuar në vezë ose që mund të mos keni një enzim të caktuar në trupin tuaj që mund ta shpërbëjë atë. Kjo jo vetëm që ju bën të fryrë, por mund të shfaqë edhe dhimbje stomaku, dhimbje koke dhe tension. Vezët gjithashtu mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacidet thelbësore të cilat përbëjnë shtyllat kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Veza përmban 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet tek e bardha e vezës. Vezët janë të pasura gjithashtu me ushqyes. Një vezë e vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale tërësisht të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe gjithashtu antioksidantët, të cilët i mbajnë qelizat sa më të shëndetshme. Gjithashtu vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për të patur një shëndet sa më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore omega 3, duket se kanë aftësinë që të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët gjithashtu ulin gjasat e shfaqjes të rrezikut të ishemisë. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë ul rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi, njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë 30% më pak të rrezikuar nga humbja e jetës në mënyrë të parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët gjithashtu janë të mira edhe për zemrën.
Njerëzit të cilët hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata të cilët vuajnë nga diabeti i tipit 2 kanë një zemër më të shëndetshme falë një regjimi ushqimor ku përfshihen vezët. Studimet konfirmojnë se njerëzit të cilët hanë të paktën një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu të ngopin. Njerëzit të cilët hanë vezë për mëngjes mund të ndihen më të ngopur gjatë ditës. Sipas ekspertëve, për llogaritës shkencore tregojnë se personat të cilët hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezë për shëndetin e syve. Antioksidantët tek veza mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe tek barishtet, por vezët janë një burim më i mirë fali yndyrës që lehtëson përthithjen e tyre. Vezë për një mendje të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila e mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Në qoftë se ju hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton gjithashtu përkeqësim të kujtesës. Të thjeshta, ekonomike dhe të mbushura me vlera ushqyese. Vezët e zjera janë një nga ushqimet më të mira që ju mund të përfshini në regjimin tuaj ushqimor të përditshëm. Sipas ekspertëve të ushqyerjes, ngrënia 1 ose 2 vezave në ditë mundet që të sjellë një sër efektesh pozitive si për trupin, ashtu edhe për trurin. Përmirëson gjithashtu edhe funksionin e trurit. Vezët janë një burim i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese e cila luan një rol kyç për kujtesën, për qëndrimin dhe gjithashtu shëndetin e përgjithshëm të trurit. Marrja mjaftueshme e kolinës ndihmon në ngadalësimin e rënies së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Ndihmon gjithashtu edhe në forcimin e muskujve. Proteinat cilësore që gjenden pikërisht tek vezët kontribojnë në rindërtimin dhe në forcimin e masës muskulore, veçanërisht tek ata të cilët ushtrojnë ose janë në fazë rikuperimi pas dëmtimeve. Mbrojnë shëndetin e syve. Vezët përmbajnë lutein dhe zeaksantin, 2 antioksidantë të fuqishëm të cilët mbrojnë syt nga efektet e plakjes dhe nga drita e dëmshme blu, duke ndihmuar në parandalimin e problemeve si degenerimi makular. Balancojnë nivelin e kolesterolit. Megjithse dikur vezët shiheshin si problematike për shkak të kolesterolit që përmbajnë, studime të tjera tregojnë se konsumi moderuar i tyre mund të rrisë kolesterolin e mirë dhe të përmirësojë raportin me kolesterolin e keq. Ndihmon në kontrollin e oreksit dhe peshës. Falë aftësive të tyre për të ngopur, vezët e mira mund të zvogëlojnë dëshirën për ushqim gjatë ditës, duke qenë një zgjidhje ideale për mëngjes për çdo i cili kërkon që të menaxhojë peshën. Vezët mbeten një nga ushqimet më të preferuara të shumë njerëzve në botë, prandaj filloni që t'i konsumoni ato të paktën deri në 3 në ditë për të marrë përfitime maksimale. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!